Kur njoh familjet dëshmuarve që i shojnë edhe i fynë, që kanë thonë me ka 15 e 15. Unë kur lexoj disa komandantë që si në çfarë mënyrë i fynë, unë tham shuj se unë jam mirë. Xhelozojnë, sepse atë çka s'mund arrit ai, e le xhelozojnë nikon. Domethënë nëse të shtyjmë me këtë këngëtar më të mirë të estradës. Këngëtar me folklorik është problem, me shku kemi shku në atë pikë ne që më shku. Ku në sotit është këtë atë çka lyp tregu, sepse ti mund të shesh ka dur, po ku në treg nuk shitet, nuk është. Qore njerëzit e xhelozojnë, sepse atë çka s'mund arrit ai, e le xhelozojnë nikon. Unë sa për këtë aspekt muzikore ne kemi arrit gjithë ato që na duan dhe nuk kemi nevojë. Unë po them sinqerisht, unë sa për këtë aspekt muzikor, nga sot me lënë Selin Kret, unë jetoj si kumret. Sepse kurti kom shumë të mira. Jetoj si kumret. Unë kom 2 djemë në Gjermani, e kanë i fjem, e kanë 30 punëtorë në Gjermani që punojnë për djemët e mi, kështu që ne jemi shumë komod. Po muzikën nuk e lënë te atë ku më mlen. Sa për këtë aspekt muzikor, komenteve të njerëzve, na ka bërë rutinë kjo, unë as lexoj ndonjëherë komente kur të lexoj. A ishtë nuk lojnë për shtypje kështu as pak, ajo? Shmon absolut hiç, sepse... E sa ty, jo, a? Po një kush lexoj kur? Çka kemi lexuar aty? Kur njoh familjet dëshmuarve që i shojnë edhe i fynë, që kanë thonë me ka 15 e 15. Unë kur lexoj disa komandantë që si në çfarë mënyrë i fynë, unë tham shuj se unë jam mirë. Unë jam mirë. Si pëlqen dikuj konga ime, mund me fyje, mund me fshojt, por nuk më qënë pisha e punë. Sepse unë jam atje. Unë kom arrit atë kulmin e karrierës time edhe mosha vinë të ku dikur vetëm një të ro, dhe del dikush më mirë se na ose gjona molla kam dëshirë, sa më shumë ne dalim më të mirë se na. Absolutisht në kur nuk a ka mentalisht më të mirë se jo ajo? S'ka. Hajde sa të pyetje, po du me ditë, a ka nuk ka? Po qëre nuk duhet t'jepim në një aspekt edhe ne si dy vllazë po bjen si një lloj lavdate. Ashtu që shëni jo, mendimi juve? Tash, unë si e shoh. Po. Domethënë nëse të shtyjmë me këtë këngëtar më të mirë të estradës. Këngëtar me folklorik është problem, me shku kemi shku në atë pikë ne që më shku. Çdo reper që është kapital ti muzik, këtë që ta që në kanë marë, në datëlindje, në hengjet familjare. Edhe në kanë bërë se ata, që kanë thonë, kemë dëshimi pas rrutat, por rreth e shoqënia ja kanë bërë surprizë. Muziki na ka thirrë vetë, në datëlindjen e vetë, na ka qenë në përvall atje. Kapitalti na ka thonë, na kanë thirrë rreth e tina si rruti është i flak, mas rruta, kapitali është. Po do më thonë është që kjo arritnja, ku do që hinë i dasëm, dhe të gjdo këngëtar, unë si hinë një sofër, unë e thej mitë një gjithë aty. E thej mitë një gjithë. E marë komplet skenin e kthej nga vetja. Edhe për 20 minuta, sukër Alban Mehmet, një këngëtar i Prishtinës që këtu, më thotë mu une, ku me një gjithë këtë zonë ju? Besoj se kini gjithë ka 2 zemra këtu në trup ju. S'ka mundësi këta njerëz me kënu për dasë, mi posë kaq fuqi. Po kjo është dorat, edhe na për këta kënojmë se na dojnë publiku, edhe kënojmë për publikun, edhe nuk ndaljem kur.